Shekë, një nga dhomat normale, eko që bëhet dhe zemra, bëhet dhe kardio, bëhet dhe barko abdominale, që ka parë të shkërit. Te janë reanimacionet, kjo është sala trajtimit. Kemi zonën e intensive care, kujdes intensiv, ka fazet oksigjenuara me temperaturë kontrollume. Këtu janë gjithë tavolinat e trajtimit, kemi një dhomë operimi, çdo gjë është funksion, është plot me kafshë, shkojmë shurrëmisht. Kjo është pjesë e laboratorit. Këtu janë gjithë kujdesi intensiv. Janë të smurët më rrëth. Ai poshtë për shembull është bërë operacion trup. Trup. Kjo operu që parë, kishte pankreasin e dëmtum, kishte adenom pankreas, kjo kishte piometra infeksion nitrës. Tash i rrinë 2-3 ditë në intensive care, pastaj kalon te reanimimi të shtrumit. Kjo janë hotelet vogla, se janë shkëput nga nëna, janë të Kjo është aksident kati tret, ka thënë nofën lart, stabilizohet pacienti nga shoku tjera në radhë, mas 3 ditësh kalon kirurgjinë, sa ekzaminim me ekografi, edhe çka ka nevojë. Këtu është vetëm për macet, kemi 2 dhoma. Janë 2 dhoma macet jo infektive, pra të smura, po që nuk kanë smundë infektive, kemi 2 dhomat izoluara për smundë infektive. Pra mos bëhet cross-kontaminimi. 100 klientë ditë. Në ditë? Të shtruar mund t'jenë mbi 20-25 që janë këtu. Sa kapacitet Plus hoteli. Mbi 70. Do më dhënë nga një full, po ishte full. Po s'po t'la, gjënë ditë parë. Ashtë morimi 13 vjetë. është nga më të mëdhejt në Ballkan. Më i madhi po, top 5 më të mëdhejt në Europë. Pas vlerësimit të sipërfaqes në rajon. Staf. Kjo është izolimi i ministër që janë smundjet infektive, për çka cross-kontaminim nuk futemi dot atje. Janë pavarura komplet, aty është dentistria, kemi edhe grafi dentare. Dentare? Dentare digjitale. Çekun i mushin ndonë? Po, çik. Këtu është grafia. Kjo është dhoma grafisë, grafia është po digjitale. Këte është gjithë reanimimi qendër. Këtu është plot me pacient. Sa personel keni? 54 mjekë. Mjek? Mjek, recepcion gjitha. Këto janë të shtrumit mas kirurgjisë. Kanë gjithë pompat e serumit. Kanë dosen e vetë që është unike, në shkikodi që është unik për çdo pacient, klikon ky sistem, del emri mbi emri, raca e tjera me radhë dhe gjithë trajtimit që morin me orare me të gjitha, është 24 orë. Serumi shkon sa deri te fillë, është gjithë nga makineri, domethënë shkon gjatë gjithë kohës për caktuar mbas peshës. Ai ka çfarë syrin? Ka trup të huaj nga goja, ka kalon deri në pjesa e syrit. Kjo është për tjerët, reanimin tjetër do të për shtrumin, kurse këto djathtas janë për shtruarit që janë Me një trup që më të rini muaj, 3 javë, që rin gjallë. Çdo gjë është inox. Dhe e që ne mund të kërnojmë në tepër me diçka që kylloj ambientit nuk ka makinerin vetëm filtrim të ajrit. Që ka filtrat apo stafat që mos bëhet cross-kontaminimi i ajrit në ambientin e Edhe ajri që del 100% i pastër steril. Kjo është zona e pet shopit, për ushqime, aksesor, çdo lloj gjëje, rroba, manikyr, pedikyr, parfume, çdo lloj gjëje të mundshme. Manikyr? Çdo gjë. Estetika. Më këte janë pjesa që kërnohemi më shumë, janë dhomat e operacionit. Pra salla poshtë është sallë që dirty surgery, pra plagë të infektuara, dhëmbët që vjen gja infektuar kafsha. Kurse këtu është zona e operacionit aseptike. Këtu bëhet përgatitja e pacientit, qertet, rrugët, dezinfektohet. Këtu bëhet përgatitje Veglave sterilizohet. Veglave. Këto pastaj janë 2 salla të operimit. Salla është
standardi më i lartë, domethënë tu mund të bësh operacionin pa përdorur antibiotik fare. Domethënë Edhe veshja e murit, edhe filtrat, dhe çdo gjë është totalisht sterile. Këto dalin jashtë, rrinë tu, në natyrë, sepse ka mace që janë mësu jashtë, e mbyll me komplet, kanë atë ronën, këto lule që janë gjithë cat safe, pa diskutim fare. Pastaj është pjesa mrena ato që zihen me njëna tjetrën, një lem vete komplet. Kjo është. Jemi munduar të respektojmë maksimalisht hapësirën e tyre personale dhe të respektojmë natyrën e tyre qelë, duke pasur edhe një mundësi të kemë pak ajër të pastër. Ato që janë dega rrinë vete, kanë komplet pjesën e ronës që e kanë të mrena, futen, dalin, hypin lartë, vinë, kjo është për një macë. Është një macë? Një macë, pa. Dhe hypën ashtu? Hypën, pa, hypën. Lelat e lasë për të poshtë ronën e gjithë në talë, edhe atje po ashtu, kurse ato që janë sociale për për talë. Kryesi kuptoni apo e tregojnë vetë? E kuptojnë. Ishim vizitën dyke. Minimum. Përse kjo është family room, që për njerëzit që kemi shumë edhe turizëm veterinar që duhet rrinë në qenë nëse operojmë, rrinë gjithë natën këtu ato në qenën e vetë. Po më marrë me kime të qenë që ka nevojë të rishtrohen, më thëni dhe i zotën e qenit. Ka banjo, ka garderobën, ka Po rrinë? off. Na e kanë kërku që rrinë. Te i vjetri kena pas problemin e parë, se rrini flikin ka skolat në qenë. Pastaj lartë është salla konferencave, Dhe poshtë shumë të eficientë. Seems like a fantasy, but it may require some love and thought. Është realisht një destinacion shumë prekës, edhe shumë frymëzues. Është një destinacion humanizmi dhe kujdesi shëndetësor. Është një destinacion pa diskutim arkitekture dhe në fund fare, po jo për nga rëndësia, është një destinacion si përmarrje dhe optimizmi për jetën dhe për të ardhmen. Mund bëhet një film i tërë për këtë sipërmarrje, për këta 4 djemë që pata privilegjin të njoh vetëm pak më parë, por të cilëve i kam admiruar punën edhe ambicien edhe shijen që sigurisht është merit e arkitektit Davides, por patjetër arkitektët janë të mirë aq sa klientët e tyre. Dhe nëse klientët nuk janë të mirë, arkitektët sa do të mirë të jenë, e kanë të vështirë që bëjnë gjëra të bukura. Dhe është shumë prekse, shumë emocionuese të shikosh gjithë rrugtimin e brendshëm edhe gjithë itinerarin e përkujdesjes për këto kafsh, dhe patjetër është dhe krenari e madhe të mendosh që ky spital veterinar gjendet në Shqipëri
Jam I bindur që kush e sheh në fotografi e ka të vështirë ta besojë gjën në Shqipëri, por nga ana tjetër jam po kaq I bindur që nuk është rastisht në Shqipëri dhe rastisht në Tiranë ky spital veterinar që çunat më thanë është më I madhi në Ballkan, por unë besoj që duhet jetë në më të bukurit në botë për këtë shërbim. Nuk më mbetet asgjë tjetër veç se t'ju përgëzoj të gjithëve dhe të gjithave ju. T'ju falenderoj për shembullin frymëzues për të gjithë ata që nëse duan arsye për të besuar tek Shqipëria, nëse duan arsye për të besuar tek vetja, nëse duan arsye për të besuar tek e nesërmja, këtu mund të gjejnë të gjitha arsyet. Dhe në fund duhet shpreh mirënjohjen edhe për kontributin që shkon shumë përtej kafshëve, qenëve, maceve dhe familjarëve të tyre I quani unë duhet. Po. Që është një kontribut për shoqërinë, është një kontribut për qytetin, kryeqytetin, është një kontribut për brezat që vinë pa diskutim. Shumë faleminderit.